Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton të gjithë qytetarët me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Po ashtu, në këto orë të parë të fillimit të procesit të votimit, njoftojmë se përmes platformës elektronike të KQZ-s qv.kqz.viz.ks.org, secili votues mund të kontrollojë me lehtësi se ku është qendra votimit, ku është caktuar të votojë. Sa për rikujtim, numri subjekteve politike të certifikuara për pjesëmarrje në këto zgjedhje është 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Numri i përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe që përfaqësojnë këto subjekte politike është 1180 kandidatë, prej të cilëve 789 kandidatë pra burra dhe 391 gra. Këto janë të dhënat e para se i përket nisjes së procesit të votimit. Nëse ka ndonjë pyetje për juve, urdhroni lutem. Vetëm mundësisht që përmes mikrofonit t'i bani pyetjet. Okay. Dafina Jegeni, Klan Kosova. Sot e lezetësht mi ju pyet sa i përket rezultateve. E dim që më vonë do ta tregoni edhe orën, por më herët më thonë kemi pas të lashe, sistemi është gjithçka në rregull, do të sigurojmë elektoratin që gjithçka do të shkojë mirë mbarvajtja dhe rezultatet. E keni edhe platformën që ko pas kohë keni thonë që do të na njoftoni sigurisht. Sa i përket çështjes së rezultateve, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike për Kuvendin e Kosovës bëhet në vendvotime pas përfundimit të procesit të votimit, ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet, gjithashtu sipas ligjit, bëhet nga dita e nesërme hënë në qendrat komunale të numërimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë përgatitje që gjatë ditës së sotme të transmetoj të dhëna nga procesi pjesëmarrjes së qytetarëve në votime në disa orare të ndryshme dhe gjithashtu në mbrëmje të fillojë me transmetimin e rezultateve preliminare për subjektet politike. Në bazë të përgatitjeve që janë bërë, besojmë që para orës 20 do të fillojë me transmetimin e të dhënave nga vendvotimet e para që deri në atë kohë arrin të përfundojnë numërimin e fletvotimeve. Përveç do thotë nëse më lejoni të sqaroj edhe diçka, gjatë ditës së sotme duke filluar nga ora 9 në platformën e rezultateve të KQZ-s do të kemi të dhënat e para për pjesëmarrjen e votuesve gjatë këtyre 2 orëve të para të votimit, pastaj në 11 do të kemi të dhëna tjera, në 13, 15, në ora 17 dhe në fund në orën 19. Për transmetimin e rezultateve do të dhënave nga procesi i votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ka zhvilluar softverin e rezultateve me mbështetjen e madhe të qeverisë britanike, prandaj do të jemi sigurisht në kontakt dhe gjatë besoj brenda pak minutave edhe do ta publikojmë linkun se ku do të mund t'i shikoni këto rezultate. A ka ndonjë pyetje tjetër? U shfaqën shqetësime në mbledhjen e komisionit. Është rregull? Nuk e di. U shfaqën shqetësime në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga anëtarët e KQZ-s për çështjen e furnizimit me energji elektrike, ndonse nga këtë kanë thënë se do të ketë furnizim, do të thotë është në rregull çështja e furnizimit me energji elektrike? Nëse kjo përgjigje ka ardhur nga kompania e cila merret në këtë çështje, unë s'kam diçka çka t'i shtaj. Si Komision Qendror i Zgjedhjeve, a keni garanci nga korporata energjetike dhe KEC për furnizim të rregullt me energji elektrike? Ka pasur kontakte gjatë këtyre ditëve se përket kësaj çështje dhe besoj edhe diskutimet të cilat janë zhvilluar në KQZ kanë qenë publike.